Mirëmbrëma dhe mirë se vini të dashur teleshikues në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mene në ACTV USA. Sonte do të kem një të ftuar i cili është kryetar i një nga shoqatave tona komunitare, vetë shoqatës Kastrati. Ai është zoti Valentin Lumaj, një aktivist i komunitetit tonë shqiptar këtu në Michigan. Me të do të ndajmë disa problematika dhe sugjerime për komunitetin, aktivizimet e fundit të shoqatës Kastrati dhe arritjet e saj, si dhe potencialin që rinia jon ka qoftë për të përmirësuar jetesën tonë shqiptare këtu në Michigan apo në mbar diasporën, por dhe marrëdhëniet me shqiptarët që kemi në shtetet am. E falenderoj shumë Valentinin i cili ka ardhur në studio dhe ka pranuar ftesën dhe i them mirë se erdhe këtu si në shtëpinë tënde. Mirë se gjeta kënaqësitë me ju sonte. Do të kam nevojë të ta nis këtë bisedë me një pyetje për potencialin e komunitetit. Pse? Sepse në mënyrë që edhe shqiptarët në komunitete të tjera, qoftë në shtetet am, që ta thrasin diasporën të reagojë, që është një nga komponentët që e nxit diasporën që të zgjohet, duhet që ata të kuptojnë potencialin ton. Sepse nëse ata nuk dinë potencialin ton, atëherë ata mendojnë sikur ne nuk u duhemi. Por realisht ne kemi shumë potencial, flas për specifikisht për komunitetin ton këtu në Michigan. Ç'mund na thoni një herë përgjithsisht, jo për shoqatën, por thjesht përgjithsisht për komunitetin, lidhur me potencialin që ne kemi këtu, qoftë me të rinë që kemi, qoftë dhe me burimet e ndryshme intelektuale, financiare, grupime, aktivistë dhe çdo gjë tjetër. Sa i lartë është potencial? Po, faleminderit përgëzoj për iniciativën për këtë emision me kaq kuptim dhe të nevojshëm. Komuniteti shqiptar në Michigan është rrit në vitet e fundit dhe po rritet çdo ditë. Dhe sigurisht ka potenciale të jashtëzakonshme. Këto në kuadrin njerëzor, kuadrin financiar, intelektual, rinor dhe me gjithë çka bën komuniteti shqiptar me të vërtetë që është një potencial që duhet të kanalizohet në drejtimin që duhet, që meriton. Sigurisht është që mendoj është ky kanalizim do të jetë në interes të vetë komunitetit, por edhe në interes të kombit, të adeut dhe vendit tonë Shqipërisë që ka nevojë shumë për ndihmën tonë. Për sa i përket potencialeve, unë rinin du ta vendos në vend parë. Unë kam mbeti mahnitur me ne dim se kena rinjë mrekullueshme këtu, por në festivalet e kishave tona, të kishën palit apo të kishë gjojë pajtore, në ato darkat e mahnitshme, në atë shesht plot me rini, jam mahnit vetë, me atë pjesëmarrje, ajo rini e jashtëzakonshme kur nëse ishin 5.000 veta, 3.000 veta ose 4.000 veta ishin të ri, të moshës 20 deri në 25 vjeç. Dhe ky potencial duhet të shfrytëzohet, duhet të thithet nga vetë kishat, nga vetë kultet fetare të tjera, nga vetë shoqatat adetare, dhe që të shtohet edhe bashkëpunimi dhe angazhimi i tyre që ata të njihen shqiptar, që mos të asimilohen, por të ta trashëgojnë atë gjak, atë kulturë, atë ndjenjë patriotike që e kanë printet e tyre. Pse, pra, si e bind ti një të ri shqiptar këtu, i cili ka lindur këtu, pra nuk po flasim për rrezik asimilimi, ai ka lindur këtu. Pra nuk quhet asimilim, ai me këtë kulturë lind, pra lind me kulturën në Amerikë. Si e bindi këtë të ri që ai të shpenzoj një pjesë të kohës së tij për të lidhur me prejardhjen? Sepse mbase ai thotë që ç'më duan mua këto. Pra këto janë gjëra që i përkasin një periudhë tjetër. Dhe ai lind këtu dhe jetesa këtu është shumë e shpejtë, dhe një njeri duhet ta shfrytëzojë kohën në mënyrë racionale. Si e bini ju, pra tani ju pyes jo thjesht si aktivist, po ju pyes me një përgjegjësi më të lartë, pra si kryetar i një shoqate. Pra kjo shoqat çfarë i thot atij të riut, atij djalit të ri, konkretisht ta marrim simbolikisht, ulen në një tavolinë dhe ai thot, pse duhet unë të shpenzoj kohën time për këtë, çfarë do më lej mua për të ardhmen? Cila është përgjigjja juaj? Po, faleminderit. Unë e shoh asimilimin në momentin që pa rëndësi nëse ke lind apo nuk ke lind këtu, momentin që ti heq dorë nga traditat, kulturat, nga gjuha që trashëgon nga të parët e tu, aty ndodhe asimilimi. Pra, nëse fëmijët tanë kanë prind shqiptar, pavarësisht se kanë lind këtu, ata janë shqiptar me gjak, dhe nëse prind trashëgojnë gjuhën, kulturën, traditën, veshjen, ato dokët e vjetra që ne kena trashëguar me gjuha shqipe 8.000 vjet. Është një gjënaf që ne mos ta ruajmë, mos ta trashëgojmë. Dhe çfarë u them unë trive? U them që të vazhdojnë, të mblidhen bashkë. Unë kam met shumë i lumtur nga takimet që kam bërë me rinin studentore. Domethënë vajza e madhe drejton një shoqat studentore, ASO Global,
Dhe para pak muajsh ata bën një aktivitet jashtëzakonshëm për mbledhje fondesh për me ndihmu shtëpinë e fëmisë në Shkodër. Aty ishin rreth paktën 300 të ri, gjithë studenta. Dhe kam meti mahmnitun me mënyrën e organizimit, me detajet, me ekselencën në çdo gjë tjetër që ato ban. Ma bukur se shoqata jonë, ma bukur se shoqata tjera, se çdo aktivitet tjetër ata kishin ba vetë dhe aty u fol, u knu dhe u kthy shqip. Dhe kjo më thënë është një shembull dhe një tipar që na tregon ne se rinia e do gjuhën, e do kulturën, por ne si shoqata, si grupe komunitare duhet të ndihmojmë, duhet të aderojmë në grupimet tona, të japim mundësi që të shprehen, të flasin gjuhën shqipe, por me programe të ndryshme, për shembull mund të jenë programe darkash, të motivohen, edhe të financohen, por edhe vetë shteti shqiptar duhet të luajë rolin e vet. Domethënë, pjesa kryesore e shtetit shqiptar duhet të jetë pajisja me pasaport, me një dokument shqiptar. Nëse këto të ri kanë dokumentin shqiptar në xhep, ato ndihen më shumë shqiptar dhe e lidh me vendin e vet. Pra mungesa e një më thuaj e një konsulate shqiptare në Michigan me një popullsi rreth 200.000 shqiptar, mungesa e kësaj konsulate e vështirëson edhe është një mangësi e madhe, një deficiencë edhe në atë që në trashëgimin e kësaj qenëri shqiptar në Amerikë. Pra nëse të ri tanë ta kishin një dokument, një pasaport ose një kartë identiteti në xhep, ata do të ndihen më shumë shqiptar. Padyshim. Me që ma përmendet konsullatën, e mendoni që është thjesht mungesë interesi nga shteti shqiptar apo kemi të bëjmë me diçka më të thellë, sepse po të kemi konsulat, do të kemi numër të shtuar të pasaportave. Po të kemi numër të shtuar të pasaportave, do të kemi angazhim më të lartë të pavarur, sepse ata nuk janë në Shqipëri, janë në Amerikë, janë në Zvicër, Gjermani, Francë dhe vende ndryshme të botës. Duke pas angazhim më të lartë të pavarur, rrjedhimisht ka decentralizim të pushtetit. Ata kanë të drejtë vote, kanë të drejtën të mbrojnë të interesat e tyre të mbrohen nga shteti shqiptar, pra është një tufë e madhe përgjegjësish dhe të drejta që shtohet. Kjo është e shëndetshme, afat gjatë është shumë e shëndetshme, dhe afat shkurtër është shumë e shëndetshme. Por a rrezikon kjo një farë pushteti egoist që ndodh në shtetet am? Pra, e di pse ta bëj këtë pyetje? Ta bëj për të dalë mungesa e këtyre institucioneve shumë të nevojshme. Pra që mos kemi ne në Michigan konsullat është skandaloze një. Nuk e di kush çfarë duhet bërë më shumë, çfarë duhet kemi ne më shumë për të merituar një konsullat. Të jemi 1 milion veta, domethënë, të kemi më shumë se që janë atje, sepse nuk kemi që jemi 200.000 shqiptarë, kemi burimet intelektuale, financiare, kemi krijuar aktivitetet tona të pavarura. Ta kemi gjithçka këtu, kemi shqiptarë në profesore ndryshme, avokat, kemi në politik, kemi prokuror, kemi mësues, pa kemi gjithçka dhe nuk kemi një konsullat. Kjo është e trupshme. Dhe unë duke parë gjithë arritjet që ne kemi dhe prap nuk e marrim ende atë konsullat, kam të drejtë pyes, është e qëllimshme apo është mungesë efikasiteti? Po unë e shoh në dy versione ose në dy kënd vështrime. E para është mungesë interesit dhe e qëllimshme. Mungesa e interesit vjen nga kjo që pushteti në Shqipëri ose shteti shqiptar nuk ka interes direkt tek diaspora. Diaspora nuk është në lupën, në fokusin e tyre të interesit, pasi janë të fokusuar vetëm në çështjet e do të thënë korrupsionit, si pra se diaspora është e pavarur. Po, diaspora është komplet jashtë lupës së shtetit shqiptar. E para e dyta nuk edhe qëllimshme. Domethënë interesim ose ndërthurja e diasporës në qeverisje, në pushtet lokal, në parlament ose në gjithë drejtimin e shtetit shqiptar do të ishte një minus ose një akt i padëshirshëm për shtetin, pasi nëse diaspora shkon integrohet në Shqipëri, ata vinë me një mendësi tjetër, demokratike, të pa korruptuar dhe që kanë interes vetëm ecjen e Shqipërisë përpara. Ndërsa qeveria kjo nuk përputhet. Pra nuk përputhen interesat e diasporës me shtetin shqiptar. Unë di që përpara zgjedhjeve të fundit, unë personalisht me iniciativë dhe përkrahje të shumë kulteve fetare dhe
shoqata vendetare këtu, bëm një kërkesë ambasadës që 2 muaj para zgjedhjeve të sillte një ekip të konsulatës në Michigan. Ju përmtu me ofiset, zyrat, këtë mbështetjen logjistike, ata vetëm se të vinë fizikisht, qatë bëjnë një foto, le të marrin në shkrimin e aplikantit që mundësisht të aplikojnë që të rritet numri votuesve. Përgjigja ishte që na vjen keq, konsulata në New York ka vetëm një person, vetëm, që mbulon kërkesat për aplikime për pasaport. Pra ishte pa mundur, por shiko, të hapësh një konsulat nuk kërkon shpenzimet shtetit, absolutisht. Pse se shpenzimet i bëjmë ne. Patjetër. Se çdo shërbim është me pagesë, pra ato vetëm hapin një klub ku ato mund të fitojnë vetë shteti. Por nga ana tjetër fitojmë edhe ne se është më lehtë që po e zam 100 shqiptar të shkojnë një përfaqësues ose një konsulat vi këtu një person sesa 100 shqiptar të shkojnë Atje, patjetër. në New York. Por është mungesë interesi. Por a realizohet? Po, plotësisht. Si realizohet? E bashkëpunim. Nëse diaspora ose shoqatat komunitare bashkohen dhe bëjnë një kërkesë solide dhe të fortë që të shkundin vetë domethënë Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë, edhe realizohet. Se janë gjitha kushtet. I kemi të gjitha. Po. Të pyes pak, cila është kauza juaj kryesore momentale si shoqat? Pra momentalisht çfarë është ajo që ju po merreni më shumë? Ose po përpiqeni të bëni ose që sapo keni bërë. Po. Ju e dini përgjigjen. Faleminderit për pyetjen. Shoqata Kastrati është themeluar në vitin 1997. Ka qenë iniciative shumë malësorëve Kastratas. Themeluesi i parë ka qenë Nikol Veshtaj, i cili duhet të falenderohet dhe përgëzohet për punën dhe guximin që ka pasur atë kohë, edhe për aktivitetin e tij. Kanë qenë disa kryetarë shoqatash në vite me radhë. Unë jam kryetari i kësaj shoqate qysh për 3 vite tashti. Tashti mbyllim mandatin 3 vjeçar. Bile në mes të janarit kena kuvendin e shoqatës ku do të bëhen zgjedhjet e reja dhe mendojmë që të vijë një ekip i ri me një kryetar të ri. Unë jam i asaj që gjithmonë rotacion të jepet mundësi të tjerëve, gjithkush vjen me një mendësi të re, me një frym të re dhe kështu ecet përpara. Por gjithmonë tu dhënë kontributin, tu i mbështet njëri tjetrin. Shoqata jonë, sidomos në vitet e fundit, ka pas një ngritje të aktivitetit. Vetëm këtë vit kena bërë 6 fushata fondesh, për mbledhje fondesh. Kryesore ka qenë mbledhje fondeve për kishën e Shënpalit dhe Shënpjetrit në Bajs Kastratit, aty ku jam lind. Kisha ka ekzistuar, por ka qenë jo krejt e përfunduar me ato mure të thata betonit, por me fondet që mblohen, që janë rreth $1.200.000, që mblohen për një periudhë të shkurtër, 1 muaj e gjys, u fillu puna dhe tash me 21 dhjetor bëhet inaugurimi i kësaj kishë. Ka dalë një kishë, një ambient i bukur me pa, por shumë i përshtatshëm për mesh, për ato shërbimet kishtare që besimtar ka nevojë, edhe meritojnë të falenderohen ekipi i shoqatës, patjetër, por edhe donatorët, që cilët na gjindën dhe na mbështetën, dhe por edhe vetë organizatori i këtij nismëtari i këtij fondi, që ishte famulitari i kishës i familjes së Bajsës, Padër Kristian Camaj. Nëse më lejon do të përmendë disa anëtarë të shoqatës, por nuk ishte vetëm shoqata, ishte një grup vullnetarësh, malësorë, të cilët e morën përsipër rreth 20 veta, të cilët gjithë ushtrinë e terren ban telefonata, taku njerëzit dhe njerëzit u përgjigjen. Këtu kena drejtuesit të shoqatës, nënkryetarin Sokol Kalaj, arktari Ben Burgaj, frymtar të kësaj shoqate Noç Lumaj e tjerë, por edhe pjesa tjetër e grupit Pjerin Prekaj, që është edhe kryetari i kishës e këshillit kishës zoja pajtore, ka qenë një iniciator i këtij fond, por edhe tjerë bashkëpunëtor, Gens Lakaj, Gens Popaj, Vasil Popaj, Aleksandr Lakaj, kena Plum Kalej, shumë tjerë, edhe kisha Shënpalit vetë, dhuroi $5.000 për kishën tonë dhe falë gjithë këtyre përpjekjeve, nga gjithë anët u realizu një fond $1.200.000 dhe kjo shërbej në përfundimin
e kësaj kishe që do të jetë ndër kishat më të bukura në Shqipëri. Fakti që u mbron dhe fondet me sukses në një kohë kaq të shkurtër tregojnë që keni fituar besueshmëri të lartë në komunitet. Pra njerëzit ju besojnë, sepse vetëm një shoqat shumë e besueshme mund të mbledhë fondet në një periudhë të shkurtër. Çfarë mund të thuash rrim te kjo kaos? Çfarë mund të thuash për besueshmërinë ose për lidhjet që keni krijuar me personat atje në Shqipëri në atë zonë? Pra me vetë popullin, aq sa është në zonën ku ju keni kontribuar dhe më tregove që keni marrë një iniciativë shumë të gjerë dhe ja keni dalë me sukses dhe sigurisht keni meritat. Tani dua të më thuash si i merrni këto merita ose çfarë mund të më thoni për lidhjen që keni me popullin atje. Në atë zonë, nuk flas për gjithë Shqipërinë. Po shiko, ti je drejtuesi një shoqate, duhet në radhë parë të kesh vlerat të integritetit, moralit, të besueshmërisë, duhet të jesh besnik në veprime, po në fonde, transparent. Transparenca është ajo kryesorja që na e faqen e bardhë në fund të çdo misioni që kena. Dhe më të vërtetë kena qenë shumë transparent dhe shumë besnik ndaj donatorëve tanë. Pavarësisht se ne kena lënë, më lejo që t'jap një shembull. Patjetër. Don prek Nervasha, themeluesi i kishë pajtore, kur krijoi kishën e parë, ju drejtu dioqezës me një projekt. Dioqeza i thot, ok, shumë bukur, edhe jam miratun. Kur në takimin e dytë, i te kërkuan fondet, ku janë fondet për këtë projekt? Po fondet s'kam, thotë ai. Po si do të bash kishën pa fonde? Fondet janë në xhepat e besimtarëve. Po ishte diçka e jashtëzakonshme, se dioqeza kur nuk kishte dhënë miratim projektesh pa pas fondet, por këti beson. Pra edhe shoqata jonë, ne jena të regjistruar në shtet, jena non-profit, jo fitimprurëse, kena logon ton, kena vullin ton, kena gjitha tiparet e një organizate amerikane, por tanë e fondeve kena zgjidhur këtë që mos të marrim fondet pa nevojshme në buxhetin e shoqatës, por çdo aksion ne i drejtojna antarëve, malësorëve, dhe çdo fushat që kena, suksesi jon është tek antarësia. Ata na janë përgjigj, por gjithmonë me transparencë dhe me besim dhe duke qenë besnik të fondeve që ata na japin. Tani do të bëj një pyetje interesante që besoj se ka shumë rëndësi sepse sigurisht që pra thamë që komiteti ynë ka shumë potencial, i thamë gjitha këto. Tani ky potenciali është nuk po përdoret maksimalisht, patjetër, po të përdorur maksimalisht do arritim gjëra shumë të mëdha. Ndaj do të kërkoja 3 sugjerime dhe 3 kritika. Po, patjetër. Unë po të më pyesësh mua, mund të them edhe 6 kritika edhe 100 kritika, sepse në fund ditës vllai kritikon. Pra kritikon aty ku dëm, ka gjëra që nuk shkojnë, të cilat sa më shpejt t'i pranojmë, sa më shpejt t'i thrasim dhe t'i godasim, aq më shpejt do të kthehemi në pozicionin ose në statusin ku mund të punojmë për të ecur përpara. Në këtë mënyrë të bëjmë të mundur atë bashkimin mes shqiptarëve, sigurisht fillimisht brenda komunitetit, edhe më pas shpresojmë që dhe me gjëra. 3 sugjerime, 3 kritika. Nga ju si individ, tani nuk ju pyes si kryetar i një shoqate, ju pyes si aktivist. Faleminderit. Nëse më lejon se ishim pak mangu tek pyetja më përparshme, tek lidhja me popullin atje. Po, atje ne përveç ndihmesës që ne shoqat bëjmë për njëri tjetrin në komunitet, kena pa dhe lidhjen me nevojat e komunitetit shqiptar ose kastratës në malësit madhe. Dhe më thanë, kena pa 6 fushata aksione mbledhje fondesh, të shpejta. Një shtëpi u dol nga Rufeja atje për një javë ditë mblon $30,000, një tjetër është në vazhdim. Po shteti ku është? Shteti është aty, por sikur që thash, qytetarët shqiptarë nuk janë në lupën e interesit të shtetit, ato janë shumë të mirëpritur. Qytetarët shqiptarë paguajnë takset, por kur marrë tek shërbimet për takset që paguajnë janë pa përpjellshme. Atë ka rritet nivelit ekonomik, ka biznese fuqishme, por sikurse ka njerëz shumë të varfër. Njerëz që jetojnë, nuk e di si jetojnë.
Edhe unë kam kanë vete, kam prek me dorë, kam pa me sy këtë realitet dhe më shpirt kur shoh se akoma në Shqipëri ka njerëz që vujnë për bukën e gojës, njerëz që nuk kanë çati, nuk kanë tavan me kry, njerëz që nuk kanë me çfarë ta mbyllin ditën me bukën e fëmijëve. Dhe ne, shoqata jonë, jena mundu me identifiku këto raste, për çdo vit, për çdo Krishtinë, ne kena çu fonde për me ndihmu familjet në nevojë, jo fonde financiare, por me vlerë financiare rreth $3-4.000 për çdo vit, por në formë ndihmash, paketa shoqërore. Që ato festat e Krishtinëve vit e ri pakën të kenë diçka për darkë. Ja, kjo ishte domethënë lidhja me komunitetin ose me tafmit tonë në vendlindje. Të kthehemi tek kritikat dhe sugjerimet. Unë nëse më lejon do t'i lidh patjetër. Bashkë se domethënë aty ku është sugjerimi, aty është edhe kritika. Patjetër. Pra nëse nuk është bërë diçka, unë sugjeroj diçka më të mirë. Patjetër. Unë pra do t'jem pak më shumë pozitiv me sugjerimet. Unë nuk më të bëj kritikë ose sugjerim për diçkan që nuk është domethënë prezent, por kritika para është për veten time, domethënë që a duhet unë kam mundësi më shumë që t'jap për komunitetin, për shoqatën, për fëmijët, për rinin, kam mundësi më shumë. Edhe a duhet t'i përshëndroj ato mendimet, idetë dhe energjitë e mia më mirë, duhet. Edhe kjo është kritika më e parë. Për televizorin tuaj, unë nëse më lejoni të sugjeroj për të më thënë, ti je vetë i ri, më vjen mirë për iniciativën tënde, i kena të pak në komunitet, kena shumë në komunitet që janë të ri, janë mirë, por janë të pakta që janë marrin iniciativë të drejtojnë emisionin në Shqip. Dhe ndoshta me që ti i ri në këtë televizion, jo i ri me vjetërsi punët, por i ri me mosh. Edhe me vjetërsi punët. Po, edhe me vjetërsi, po në të dyja bashkë, po. Ke mundësinë që të hapesh ndoshta emisione ose pak një emision tjetër që ti kushtohet vetëm rinisë. Të shkohet në qendrat ku edukohet rinia, domethënë mund të shkosh në universitete ku janë shqiptarë, atje kanë qendrat e tyre studentore shqiptare, domethënë ose në aktivitet që bën kish ose xhamia ose teqeja, aty të mos intervistohen të vjetrit. Po vlerën e Valentinën ti s'keni mos më intervisto fare. Merr disa tri aty. Ata motivohen, ata ofrohen. Folu shqip. Domethënë kjo është ajo njëra, domethënë nëse ka kritikë ose ka që mund të bëhet diçka më mirë për televizionet tuaj. Pjesa tjetër është kjo që si televizion mund të bani më mirë në ruajtjen dhe paraqitjen e vlerave shqiptare këtu në diasporë, domethënë në kishat tona, por edhe jo vetëm kishat tona, por edhe me sa dihem në xhami dhe në teqe, por edhe janë institucione të tjera, sigurisht është shoqata jone Malësisë me atë aktivitetin e saj më rinin të jashtëzakonshëm, ose kjo qendra ballkanike, di se kanë klasat gjuhë shqipe edhe atje, të bëhen domethënë takime të dalin pa në televizion njerëz të shohin çfarë bëhet atje në drejtim të kulturës dhe vlerave shqiptare, ose vlerë tjetër është edhe po e zon Federata Panshqiptare Vatra, të ndiqet pak a shumë edhe çfarë po ndodh aty, mu më dhem në zemër dhe me keqardhje them se Federata e Vatra po kalon një kohë të keqe, një ndër krizat më të mëdha që ka pas, domethënë, të ekzistencës. Ndoshta më të madhe se kur edhe në vitet 50 kur ishin grekët, kur deshin ta rënojnë, ta zhdukin nolin nga historia edhe Vatrës, po dhe kishës ortodokse shqiptare, por nuk e arritën, kurse sot nuk e keni me grekët, jemi gjithë shqiptarë, dhe nuk po gjejmë paqen njëri mbi tjetrin. Si e shohun mendimin im, pa në një deklarim, është se janë dy grupe, atyre që sot u ka ndorë drejtimi i Vatrës, që për mendimin tim nuk po e shfrytëzojnë rastin për t'i dhënë një vlerë dhe lavdi Vatrës, por më shumë ti po marrin nga vlera e Vatrës. Pra sa më shumë ata marrin vlerë nga Vatra, Vatrës i bie vlera vetë. Dhe është një grupim tjetër që unë e mbështes dhe në pjesë e këtij grupim ku janë disa një masë e madhe veteranësh, ata që e kanë mbajtur Vatrën mbi shpinë, e kanë ruajtur si bebin e si foshtin e tyre për 50 vite, për dekada, por sot janë lënë jashtë, nuk pyeten, nuk falenderohen, nuk respektohen. Dhe ata sigurisht janë mbledhë edhe po shqetësohen. Është pak e rëndë me thënë se Vatra po kalon
një situatë, më thënë gjygje me shqiptar, me një tjetrin, dikur gjygjet vatra e kishte me grekun, jo me njëri tjetrin, por nuk do t'jap deklarime këtu se me që janë procese dhe nuk por do t'jap thjesht një opinion që vatra ka nevojë të ndihmohet. Nuk është vlerë vetëm e vatranëve, por është vlerë kombëtare, është ikon e kombit për ka patriotizmin, ka vlerat për nga nacionalizmi, ato figurat larta, Noli, Konica, gjithë ajo plejadë rilindas që kanë kontribu për flamurin, për pavarësinë, për mbrojtjen e territorit shqiptar. Atë janë një vlerë jashtëzakonshme që duhet truhet. Pra, nuk është që t'i bëheni krah një grupi apo një grupi tjetër, por të mbroni vatrën nga shkelmoqa ose nga tjetërshimi, të ruajnë ato vlera që ka, se edhe njerëzit jetojnë me simbole, por edhe vetë kombet jetojnë me simbole, dhe vatra është një prej atyre simboleve që duhet ruhet, sikur se ruhet flamuri, sikur se ruhet Gjergj Kastrioti, sikur se ruhet Nana Tereza, edhe vatra duhet jetë në atë nivel që sot për sot ka nevojë për ndihmën e televizorëve tuaj. Patjetër. Shiko, jashtë skenarit. Është një aktivitet, një projekt, do ta them projekt, i përket së ardhmes, cilin unë kam lobuar si aktivist, dhe vazhdojmë ta loboj, nuk jam vetëm, por në fazën kur të nisi puna nuk do jem vetëm, momentalisht për ta promovuar jam vetëm, do ta ndaj edhe me ju. Do ta ndaj shkurt, sepse ata që ndjekin këtë emisionin e kanë dëgjuar shpesh herë, nuk do bëhemi lodhshëm. Po është projekti për një summit me gjithë grupet komunitare, qoftë institucione fetare, qoftë shoqata, qoftë fondacione, qoftë lëvizje, qoftë është çdo lloj grupi që ka një rol social në komunitetin tonë. Vetëm për Michiganin dhe që janë shqiptare. Një summit i përbashkët ku të flitet për objektiva dhe për problemet që ne i kemi të përbashkëta. Sepse kemi disa probleme që i kemi të përbashkëta, pavarësisht krahinave, moshave, gjinive, theve, bindjeve, kemi disa gjëra të përbashkëta. Dhe këto gjërat e përbashkëta, padyshim që unë nuk besoj shumë te ai idealizmi që duke patur disa shoqata, këto shoqata, jo të gjitha, por një pjesë e madhe e tyre pra ka nevojë për një stimul për të punuar, nuk mund punohet pa stimul. Këto janë, ky është realiteti. Dhe që të ndodhi ky stimul duhet të ketë një farë presioni nga masa popullore që ne kemi këtu. Këtu kur gjërat nuk shkojnë, faji i shkon fjalës shqiptarët, ne shqiptarët nuk u bëm prap. Më kupton? Pa nuk mban njëri përgjegjësi. Ndërsa kur ka summit, ata që do jenë përfaqësues në summit do mbajnë përgjegjësi. Por aty ata do të përfaqësojnë çdo ide ose krah komunitar. Në një farë mënyrë përfaqësojnë komunitetin, po jo me një person, po me të gjithë grupet që përfaqësojnë persona të ndryshëm dhe interesa të ndryshme. Tani, nëse ne e bëjmë këtë gjë të mundur, që qëllimin kryesor ka përfshirjen e asaj zonës gri, se siç thatë edhe ju, jemi 200.000 shqiptar, por shumë pak jemi të angazhuar në aktivitete komunitare. Shumë një pjesë shumë e vogël e këtyre, dhe pjesa shumë dhe një pjesë më e madhe jo vetëm që nuk kanë qenë të angazhuar, po kemi edhe që as nuk kanë dëgjuar, pra as nuk informohen se çfarë ndodh. Totalisht të shkëputur në jetën e tyre të pavarur, pa ata janë potencial shumë i madh. Se në fund ditës ata janë potenciali ynë. Se ne që punojmë, ne nuk kemi potencial i papërdorur, ne kemi potencial që i vënë në provë. Ai potenciali i atij brandit diaspora, mërgata shqiptare në Amerikë ose në Michigan, me që po flasim për Michiganin, janë edhe pjesa gri që është 90% e komunitetit tonë. Tani, për të angazhuar të pjesën gri, duhet që ky summit të ndodhte, që mund të jetë hapi i parë i krijimit të një lobi shqiptar, jo për të bërë shoqatat në një. Unë jam kundër asaj. Gara, meritokracia, unë jam pro garas dhe meritokracisë. Por gjithmonë ka një marrëveshje, që kjo garë dhe meritokraci të përdoret për zhvillim, ndërsa gara dhe meritokracia në komunitetin tonë herë çon në përçarje dhe jo në zhvillim. Ndaj, mua më lind nevoja që të krijohet një angazhim i tillë për të ruajtur garën dhe meritokracinë, jo për ta shkatruar atë. Pa nëse ju si ata Kastrati keni një iniciativë tuaj të pavarur, ju vazhdoni punën tuaj. Ata në Kosovë kanë punën e tyre, ata në Malsi kanë punën e tyre, por nëse ne këtu do flasim për një konsulat, kjo s'mund të jetë puna e njërit ose tjetrit, kjo është puna e të gjithë neve. Dhe këto janë vendime që merren me samite, ose kur kemi një kandidat shqiptar që duan ta çojmë në role të larta politike në Amerikë, kjo është e gjithë neve. Apo kur lëpojmë diçka për shtetet am, është e gjithë neve, apo kur bëjmë marrëdhënie diplomatike me Amerikën, është e gjithë neve. Ju, nëse kjo gjë do të bëhet realitet. Nëse, nuk e dim.
sot është herët. Do të pranoni që shoqata juaj të përfaqësohej në këtë samit për të mbajtur karrigen dhe territorin e tyre të personave që ju përfaqësoni këtu, sepse ju më folët për donime të suksesshme. Më folët për njerëz që ju besojnë. Pra ju keni një pjesë të popullit këtu, të cilën e përfaqësoni sepse ju kanë besuar. Përderisa ata ju besojnë, ato që ju jeni përfaqësues të denj dhe ju përgëzoj për këtë gjë. Ndaj, duke pasur këtë status, se ky është një status komunitar, është një status që ta jep vetë komuniteti. Pa nuk e merr dot vetë, nuk e merr dikush që mund të ketë disa para, nuk e merr as dikush që mund të ketë ide politike, e merr dikush që ja japin njerëzit e komunitetit. Njerëz pavarur ndryshe të komunitetit. Ose edhe andej edhe këtej, njerëz të pavarur. Ju e keni këtë status. Ndaj, a do të pranoni ju të bëheshit pjesë shumë grupe më kanë thënë po shumë grupe më kanë thënë një lloj poje, sepse kanë vetëm një frikë. Kanë frikën sepse nuk e duan rotacionin. Ndërsa kjo gjë sjell rotacion. Pse? Sepse kur ti je në një summit ti detyrohesh të performosh. Se ti nuk performon dot, atëherë tendenca është që kandidaturat tjetër brenda shoqatave të marrin rolin. Sepse në të kundërt shoqata del nga përfaqësimi komunitar i summitit, sepse nuk ka performancë. Po ka performancë qëndron. A do të pranoni ju potencialisht, pa nuk sigurisht ky projekt ka detaje. Dhe unë madje do ju jap projektin juve mbas emisioni. Është 50 faqe, çdo detaj, për qenë transparent. Por parimisht, ideja e një bashkimi vetëm për kauzat kryesore, jo për të prishur pavarësitë, vetëm për kauzat kryesore që nuk i kemi bërë dot vetëm. A do të ishte dakord të përfaqësoheshit edhe ju ose të bëhesh edhe ju pjesë ose a e përkrani iden parimisht gjithmonë? Po faleminderit, është një pyetje të një është një kërkesë. Temë që duhet të trajtohet, po, edhe kërkesë. Unë them drejtën, unë e kam përkrahur gjithmonë idenë e bashkimit të shqiptarëve. Unë e përkrahi edhe këtë ngritjen e shoqatave krajinore, domethënë komunitetit, dikur nuk kena pas, sot janë mbledhet shoqata dhe unë e përkrahi dhe unë domethënë e miratoj këtë numër të madh shoqatash, por këto e kanë rolin e tyre brenda krajinor, domethënë brenda grupeve që ata përfaqësojnë të zonave ose të besimeve. Ata mund të kenë rol edhe jashtë. Po, mund të kenë rol edhe jashtë. Por thjesht nuk përballojnë dot kauza shumë të mëdha të përbashkëta. Por janë tema dhe tematika që imulojnë zonat të caktuara të Shqipërisë ose të diasporës. Po janë edhe probleme dhe tematika që kanë një nivel tjetër, që këto nuk e kanë kapacitetin të marrin përsipër. Atëherë si zgjidhet kjo? Kjo zgjidhet në një rang më të lartë të bashkimit të shoqatave. Unë këtë, domethënë, vjen mirë që gjena të njëjtën faqe. Pa është summit diplomatik. Po. Unë domethënë këtë kam bisedu jo vetëm tash, por ka vite që edhe me disa kryetarë shoqatash që jo në atë rang domethënë që keni ecë ju me propozim konkret, kur ta shikoj unë do ta lexoj edhe do t'jap. Patjetër. Por parimisht, pra do të bjem parimisht. Detajet duhet t'i nxjerrin vetë grupi që bëhet. Domethënë unë e shoh këtë formë që po zam festa e flamurit. Pse duhet që shoqata të ndryshme ose kulte të ndryshme ose grupime shoqërore të ndryshme në një vend kaq të vogël siç një shtet kur thash Michiganit kena 5 ose 6 festa flamuri kur kena mundësi të bashkona. Patjetër. Sepse një flamur kena të gjithë. Pra na jena këtu. Na kena kriju këto shoqatat krajinore, por nuk kena një bashkim. Pra jena tek principatat. Ala nuk kena mbrit te Gjergj Kastrioti. Pra si më ta bëjmë, si më ta sillim ne Gjergj Kastriotin këtu. Domethënë, si sillet se bashkona. Pra, si mund të bëjmë, kjo është vetëm një shembull, festa e flamurit. Po kena shembull të tjerë shatush. Domethënë janë shkollë shqipe. Jo, mund të jenë parada e flamurit që kush e bën një rrok më ta bëjmë në Detroit. Qendra kulturore. Mund të jenë projekte mbështetje për një kandidat të diasporës për në Senat ose për në Kongres, ose një kandidat diasporës për në Shqipëri. Për në Shqipëri ose në Kosovë. Mund të jenë aktivitete tjera. Unë për shembull kam një propozim që ka marrë në zyrtarët e Ministrisë Jashtme në Shqipëri, që është propozim që ka qenë shumë i studium, ka qenë në simpoziumin që ne e bam ishte një produkt i komunitetit shqiptar në Kishën Zoja Pajtore për shpalljen e Gjergj Kastriotit ati kombi shqiptar.
është përgatitur për historian më të mirë shqiptar, është miratuar për krejt elitës të diasporës, gjitha shoqatave dhe njerëzve me influencë, por nuk ka gjetë interesin as të qeverisë së Shqipërisë, as qeverisë Kosovës. Arsyet i dinë ata, por dimë që këtë propozim janë nisë dhe janë në procedim të dy qeverit, por nuk ka marrë iniciativë. Kur ne në 2018-2019 kur e dorëzuam, në atë kohë në Shqipëri parlamenti nuk funksiononte, më mend që opozita ishte jashtë dhe ky propozim që Gjergj Kastrioti, Skënderbeu të shpallet aty kombë shqiptar, kërkonte ndryshimin në kushtetutë. Kushtetuta kërkon një miratim të shumë përfshirës të partive në parlament, por që atëherë nuk ka marrë. Kjo mund të jetë një prej tematikave që kërkon një bashkim të shoqatave që kjo kërkesë të jetë përfaqësi ose të jetë një kërkesë e gjithë përfshirës e gjithë komunitetit. Dhe jam i sigurt nëse kjo marr mbështetjen e gjitha shoqatave të komunitetit, jo vetëm në Michigan, po në Amerikë, ajo realizohet. Të realizosh ose të bësh këtë projekt mallor, të shpallësh Gjergj Kastrioti aty kombë shqiptar, sikur se kanë Amerika, George Washington ose Gandhi, sikur ka India të tjerë. Do të thonë ne nuk vdesim kurrë shqiptar, ne identifikojna që Gjergj Kastrioti mos ta lëm luftëtar ose hero, se luftëtarët janë heroj, por ta bëjmë themelusin e kombit shqiptar. Aty lindi ajo vetdia shqiptare, vetdia e kombit shqiptar, aty lindi bashkimi shqiptarëve me besëlidhjen e Lezhës dhe ndoshta është koha që të bëjmë një besëlidhje në përngjasim të besëlidhjes Lezhës këtu në Michigan me këto shoqata që janë, që të jetë diçka produktive, diçka me vlerë, të ketë potencën e vet për ka diasporës, po edhe kombit, edhe shtetit tanë në Shqipëri. Unë jam dakord parimisht që edhe do të jem pjesë e saj në çdo kohë nëse unë jam në drejtim kësaj shoqate. Do të bëj një pyetje, do më përgjigjesh vetëm me numër. Po. Sa aktivitete komunitare kemi që janë në rolin e një tubimi konstruktiv të tipit? Dhim, nuk ka darka, dreka, festa, këngë, valle, jo, po pyes për një tubim konstruktiv, flasim për objektiva ku jemi dhe ku duam të shkojmë. Sa janë? Po, do të thonë Zero. Aktivitetet që kanë fokus se për një Jo që mund të vinë partitë nga ndaj të bëjnë këtej. Tonat të shoqatave, nuk po flas për nga politika, nga shoqatat. Sa janë me destinacion, sa janë me vizion, me objektiva dhe me një premtim para njerëzve të tyre. Sa janë që paraqisin jemi te 3-shi, duam të shkojmë te 4. Sa tubime strategjike ose konstruktive kemi? Unë di që kemi 0. Nuk e di, jam sakt apo jam gabim? Në kuadër të koordinimit të shoqatave nuk ka. Kurse vetë shoqatat me aktivitetet e tyre kanë sukses, kanë punë, sukses kanë. Po. Sa tubime konstruktive. Por jo, domethënë, jo që të përfaqësojnë komunitetin shqiptar. Janë vetëm domethënë lokale. E kuptoj. Çfarë bëjnë lokalisht? Merremi me bamirësitë, merremi me mbrojtjen e kulturës dhe folklorit. Pa nuk kemi hyrë akoma në strategji konstruktive për komunitetin. Tubim konstruktiv. Jo çfarë mund bëjnë shoqatat si angazhim në veten e tyre. Çfarë bëhet para transparente, një tubim, një event për këtë punë, një event ku fiten për objektiva komunitare. Nuk kemi. Ndaj mua më lind pyetja, në bazë kësaj, me që s'kemi, s'ka. Më lind dera të bëj këtë pyetje. Si duhet luftuar fakti se patriotizmin po e folklorizojmë deri në pikën ku po humbim konstruktivitetin dhe reagimin e rinis për të. Sepse këngë e valle janë të vlefshme, por ka një balans. Më kupton? Pa ka një balans mes folklorizmit, mes të shkuarës, por edhe mes të ardhmes. Tani nuk po shoh punë për të ardhmen. Duke mos parë punë për të ardhmen, një njerëz thot pse do të angazhohem? Ja. Sepse ti e di, e shohin si një luftë shtesë në jetën e tyre, nuk e shohin si një benefit. Kjo nuk është e vërteta, sepse një popull patriot e do vënë ti një shtet patriot hecën në mënyrë më të suksesshme, duke mbrojtur burimet që ka, duke pa një popull patriot reagon njëherë ku në një pushteti. Një popull patriot është i pavarur, është i vetëdijshëm, nuk nështrohet, mbron drejtat e tij, qoftë në vendin e tij, qoftë në diasporë, mbron drejtat e tij, siç ne të drejtat tona këtu nuk kemi një konsullat të na i mbrojë. Po për të mbrojtur do jemi të bashkuar. Nuk mund të bëjmë vetëm. Pra ky është patriotizmi, mbrojtja e drejtave,
një popull patriot krijon institucione të benefiqshme, qendra kulturore, qendra përfaqësimi, dhoma tregtie. Pra ky është patriotizmi i vërtet. Ky është patriotizmi konstruktiv me të cilin të rinjt mund të pajtohen dhe mund të thonë, ok, keni të drejtë, kjo vleka. Tani, si çfarë mendimi ke si duhet të ndryshoj sjellja komunitare për ta investuar patriotizmin drejt një drejtimi më konstruktiv ose më produktiv, do thoya. Që edhe jo është rinjt për të bërë pjesë, se në fundit tek ai objektiv jemi, pra po nuk jo është të rinjt ç'vlerë ka. Po nuk vazhdoj në breza ai ideali. Sigurisht, ajo lind nga një përmbushje shpirtërore e krenarisë ne kemi. Unë nuk e mohoj këtë. Por ama që këtë krenari ta u japim atij të riu që lind këtu, pa që nuk e ka, sepse jo të gjithë familjet fatkeqësisht e kanë trashëguar. Kjo është e vërtetë. Tani vjen ai ideal i ri. Ne prindërve nuk kemi ç'të bëjmë. Po atij të riut mund t'i japim një ide, mund t'i japim një vizion. Dhe për t'i dhënë një ide dhe një vizion, duhet t'i japim diçka produktive. Që ai të shikojë edhe benefitin e tij si individ, jo në kuptimin e keq benefitin e tij si individ, por në kuptimin që ai si i ri të zhvillohet dhe të bëhet i suksesshëm në të ardhmen. Si ai kalojmë edhe në makro, në shumë të tjerë. Si duhet ndryshoj sjellja e shoqatave për të kaluar tek kjo? Sepse mbase kjo do mund të na krijojë dhe atë lobin ton shqiptar, cilin ne edhe kemi dhe nuk e kemi, sepse jemi pak se jemi nëpër principata. Ju e thatë, s'mund të kesh lob kur je nëpër principata. Ke lobim brenda principatës, po jo jashtë. Po. Shiko, unë e shoh në këtë këndvështrim, domethënë i kena shoqatat janë mjaftueshëm, secila zonë ka shoqatën e vet, pak a shumë, por mungon integrimi i shoqatave njëri me tjetrën. I kena shkëndijat. Këto janë shkëndijat patriotizmit. Por sikur se që janë patriotizëm folklorik, pa i shpërndam nëpër zona të veçanta. Por si bashkon gjithë ka shkëndija që të bëhet një flak e patriotizmit shqiptar. Kjo është domethënë fokusimi dhe bashkimi i gjitha energjive, gjitha forcave për një qëllim. Kush është? Integrimi i shqiptarëve në diasporë, në Michigan, domethënë si jo vetëm si krahina, por si komunitet. Pa gjithë komunitet tjetë komuniteti shqiptar i Michiganit, edhe të ketë përfaqësim. Patjetër. Se unë nuk përfaqësoj komunitetin shqiptar, as ju. Unë përfaqësoj një grup. Por të gjithë ne? Po, por nëse bashkohena, ne bëjmë një trup. Domethënë ka shtete që kanë 200.000 shqiptar, ose nuk i 200.000 banor. Pra, por ne kena 200.000 këtu. Pa mund të jetë më shumë. Nuk ka ndaj sensu që të na tregoj fiks. Dhe me që fjala ky është problemi, ne nuk kemi statistika. Po, ajo është një çështje tjetër që mund të bëhet, por ne flasim afërsisht 200.000 shqiptar. Pra, integrimi i komunitetit shqiptar plus ajo që na mungon, ajo vakumi që kena ne në shpirt, domethënë prej ardhmë nga vim, si mund ta ndihmojmë, çfarë mund të bëjmë ne për Shqipërinë. Sa ka nevojë komuniteti shqiptar për bashkim, që të jetë një komunitet i unifikuar shqiptar, aq ka nevojë edhe shteti dhe shteti jam në Shqipëri në Kosovë. Ata ka nevojë për ne. Ka nevojë për ne jo vetëm financiarisht, ka nevojë për mendësi, për orientim, për kulturë demokratike, gjitha këto që atje mungojnë totalisht. Pra, nëse ka një unifikim të komunitetit, jam i bindur se ky komunitet do të prodhojnë diçka shumë bukur, domethënë në shërbim të vetes tij, por në shërbim të Shqipërisë, të shtetit tamë në Shqipëri dhe në Kosovë. Si realizohet kjo? Jam dakord me ty që integrimi i rinisë, unë jam e rinin, ajo janë mushnia që jep shpirt, jep frym komunitetit. Ata janë e ardhmë e komunitetit. Ne gjenerata jonë do punojmë, do shkojmë, ta tritë sa do bëjnë. Domethënë, e si realizohet të motivohen, të afrohen, të financohen, të ndihmohen me ide, dhe ata vazhdojnë. Pra, unë shoh shumë pak, përpjekje edhe të kuleve fetare që kanë një potencë jashtëzakonshme komunitet, ata e kanë udhëheq komunitetin, po. Plus edhe shoqatat adetare që 3 apo të vjetra nuk janë fokusuar tek rinia. Unë shoh shoqatën tuaj ku ti aderon Jona Malsis, më pëlqejnë ato organizimet me rinin, me hapjen e klasave të gjuhë shqipe, me ato aktivitete që keni bërë për festin flamurit e tjera.
por nuk janë vetëm fëmijët edhe mosha e pjekun, por rinia studentore. Ato janë shtet. Nëse aktivizojnë rinia studentore, do të ishte një fitore e madhe që edhe nëse bëhet një bashkim ose një unifikim i komunitetit me shoqatat, me kultet fetare, mos të jetë jashtë rinia, po të jetë pjesë integruese e këtij, po vendimarrje pjesë e kësaj, se ato sillen rini, sillen energji, plus edhe janë trashëgimtarët tanë. Po, kjo është thelbi. Kështu e shohun domethënë. Ky është thelbi. Ja. Gjithmonë flasim për gjithlon, bashkimi është një bashkim për një kaos të përbashkët, pa nuk duhet keq kuptuar. Pra askush, nuk është një bashkim i cili cënon pavarësitë e individit. Por përkundrazi, është një bashkim i cili vën disa rregulla. Shteti funksionon me disa rregulla. Pra të gjithë ne këtu në Amerikë kemi një kushtetutë. Nuk kemi kushtetutën se si është lagje. E njëjta gjë është. Tani, me që kemi ardhur drejt fundit, ju ma thatë, po mbasa do ma thoni mbase në një mënyrë më të, nëse dëshironi, një mesazh për shqiptarët kudo në botë. Mërgat, flas. Pra pa përfshi shtetet anë, një shqiptar për mërgatat, me atë empatinë që ne kemi si mërgjimtarë që jemi vetë, mund të jenë në Zvicër, mund të jenë Gjermani, mund të jenë edhe në Kinë, nuk e di, gjithandej kemi shqiptar, ne jemi në çdo vend botës, në çdo cet botës. Një mesazh për shqiptarët e ndryshëm, sepse kemi dhe ndjekshmëri nga shtetet të Europës dhe ndaj besoj se nuk duhet t'i lëm edhe pa i dhënë një mesazh. Nuk e di nëse doni ta jepni këtë mesazh si aktivist apo në emër të shoqatës, kjo është pjesa juaj pastaj. Jo, po, faleminderit. Unë nëse ne shpenzojmë shumë kohë me shumë tema, por nëse më lejon nga 1 minutë, 2 marrëqe që unë i kam domethënë. Patjetër. Unë aderoj ose e kushtoj një pjesë të mirë të energjive të mia përveç në shoqatën Kastrati apo në grupimet e tjera edhe në të kisha e Zojës Pajtore apo qendra kulturore. Unë menaxhoj ka vite që menaxhoj një program e kulturës kësaj kishe, domethënë aty janë hap klasat e Valles, kena 3 klasat e Valles, 2 klasat gjuhë shqipe. Klasat gjuhë shqipe janë hap qysh në vitin 2013 në krejt komplet vullnetare dhe aktiviteti jam është komplet vullnetare. Mund të bëj një pyetje empatike te klasat e gjuhës shqipe, keni kërkuar ndihmë për libra nga shtetet ëm? Po, unë ndeshta të cila ka qenë përgjigjja? Po, unë faktikisht në të kaluarën kena marr libra, domethënë tekste mësimore abetare nëpërmjet ambasadës Shqipërisë, ka qenë Greta Faber, 2 herë na ka sjell libra. Po. Me ato kena kalu deri tash. Para vjet ne kërkuam ambasadorit 3 libra të gjuhës shqipe dhe tash sa kena marr 14 kopje. Ambasada na i ka siguruar atje, kurse ne kena siguruar transportin nga Washingtoni DC tek qendra kulturore. Me ato po menaxhojmë, mangut jena prapë se kena numër më të madh se kena tekste, por me ato kushte që kena po menaxhojmë, por kjo është minimale. Domethënë shteti shqiptar duhet të krijojë kushte më të mëdha, domethënë teknike, logjistike për gjitha qendrat e kulturës, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtete tjera që kjo është minimale. Libra nuk kanë ne i mbulojmë shpenzimet, por ne nuk mund të pritojmë librat, por duhet të ecim me një program, domethënë tash në 5 vitet e fundit kena pas 3 tekste që të ndryshme që janë ofruar. Edhe ky teksti më i fundit besoj është më i unifikuar, përdoret në Shqipëri, në Kosovë, dhe besoj ta ruajmë këtë tekst, edhe që ne gjitha gjeneratat të mësojmë, edhe për mësuesit është më lehtë që nëse ka një tekst unifikuar. Dhe tek kisha jonë, domethënë kena nuk mund të la pa përmend aktivistën ton, koreografin ton talentuar që na mëson klasat e Valles, Joli Paparisto, është një vlerë e komunitetit dhe jena shumë të privilegjuar me të nderuar që e kena, se kena pak ose s'kena fare në atë nivel dhe kontributi i saj duhet vlerësohet dhe të ngrihet lart. Po ashtu kena mësuese gjuhë shqipe që kena pas disa në vitet e fundit. Aktualisht është Elena Skela, një mësuese e talentuar, mësuese edhe në shkollat publike të Michiganit, dhe aty po ruhet tradit, po trashëgohet kultura dhe gjuha shqipe, dhe kjo është në vrazhdën e aktivitetet të qendrës tonë për me ofru tashti rinin, pra kena mosha nga 5 vjeç deri në 22 vjeç. Kjo është shumë e vlefshme. Kjo e afron komunitetin e afron
rinë prej kishës edhe prej si ardhën e komunitetit shqiptar. Dhe nëse më lejon të prek edhe gjendjen në Shqipëri është e dhëmshme, nuk mund të rri pa e përmend me çfarë po ndodh atje. Domethënë kena kë boshllëkun që e kena gjithmonë që na mungon që për një ecje përpara progres të Shqipërisë, por po shohim se po rrim në vend, domethënë faji është i partive politike që nuk po gjen gjuhë të përbashkët që me punu në interes të kombit, në interes të qytetarëve shqiptar, por po punojnë më shumë për interesin tyre personal, po personalizojnë partitë e tyre. Unë jam i djathtë, gjithmonë kam qenë i djathtë, do të vdes ashtu, por nuk unë vetë si antar, unë jam antar i Partisë Republikane këtu, pra nuk kam ndonjë interes direkt me Partinë Demokratike të Shqipërisë. Edhe Partia Demokratike është një meneu jon. Po. Është një parti e rinisë, ashtu themeluar duhet të jetë, ku duhet të jetë fryma e rinore që të prevalojë gjithmonë. Kurse vetë të rinjt shqiptar duhet të gjejnë guximin dhe të përballen me këtë shtet diktatorial që po duhet të ndalojmë të duart rrokasim botën që po i bën këto gjëra. Po çdo lidhje që Partia Demokratike ka me George Soros duhet të shkusin këto lidhje. Për mendimin tim George Soros ka kënë një keqje, një dëm i madh fatal për Shqipërinë, pavarësisht se ka ardhur si dorë ndihmëse, por faktikisht ka shkatruar moralin, ka shkatruar ekonominë dhe nëse partitë dhe gjendja e politikës shqiptare është, për mendimin tim, është vetëm shkaktari kryesor është George Soros, lidhjet e partive politike shqiptare me George Soros. Sa më parë që të shkputën, besoj që aty fillojnë shpresa edhe shqiptarëve për prosperitet dhe integrim. Sa unë besoj se vetëm nga një parti e re, qoftë të ekzistuese, qoftë që mund të krijohet në të ardhmen, pak rëndësi ka. S'ka rëndësi, nuk po merrem as me rrymën, më të gjatë. Unë jam i gjatë. Po nuk po merrem sepse nuk e kemi luksin të merremi me rrymën, sepse duhet të heqim një herë, pa jemi një herë duhet të heqim një herë diktaturën, pastaj të hyjmë në zgjedhje. Edhe mentalitetin. Pastaj le të hyjmë në zgjedhje, le të fitojë ai që merr më shumë vota të drejta. Pastaj nuk po merrem atë punë edhe pse jam i gjatë. Po. Unë jam dakord me fjalët e tua, por nuk besoj se Partia Demokratike bëhet më. E shoh si Partinë Socialiste. Ashtu më vjen. Pra më vjen sikur të më thuash të iki Rama që Partia Socialiste bëhet e ndershme. E kam kështu. Nuk PD është pësë Partia e Sorosit. E shoh koalicioni Partia Demokrate dhe Socialiste bashkë dhe më duket sikur janë kalbur. Ajo bima që kalbet është mirë të hiqet që të paktën të mbinë bimet e reja. Sigurisht bimet e reja mund të mbinë nga persona që kanë qenë brenda këtyre partive. Sepse këto parti kanë njerëz të ndershëm. Besoj se ka njerëz të ndershëm, duhet dalin me vete. Nuk besoj se duhet të rinë aty ku janë. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz shumë punëtor, ka njerëz që e kanë bërë punën, ka njerëz të zhgënjur. Ka njerëz të zhgënjur që kanë punuar për këto parti dhe janë zhgënjur sepse janë tradhtuar nga partitë e tyre, qoftë majtas, qoftë djathtas. Dhe janë shkëputur pastaj. Sot i kemi në Mërgat, janë larguar, askush nuk largohet për qef. Askush nuk e merr familjen, shkon në një vend huaj. E kanë bërë këtë sakrificë. Dhe janë këta njerëz ata që duhet të shohen dhe të reagojnë që ai vend të ndryshojë. Dhe për ta mbyllur, me që jemi në fund, unë doja një mesazh për shqiptarët që kemi këtu në Amerikë, të cilët janë nga trevat jashtë Shqipërisë. Duhet të kuptojnë diçka shumë të qartë, që unë i dua trevat. Por ata duhet të kuptojnë diçka që është realiste. Që trevat jenë mirë, duhet të jetë mirë shteti shqiptar. Nuk mundet që të jetë mirë çamëria vetëm. Është e pamundur. Mbase po mos ishte Greqia të një vend tjetër, mund ndodhte. Po duke parë si është Greqia nuk mund të jetë. Duke parë si është Serbia nuk mund të jetë mirë për shefa. Duke parë si është Malizi, duke parë si është Maqedonia, duke parë fshinjet tanë, duke njohur Europën, duke njohur politikën, duke njohur historinë gjeopolitike. I them gjithë shqiptarëve që nga pavarësisht çfarë treve janë, pavarësisht se nuk i përkasin pjesës shqiptare të Shqipërisë, duhet kontribuojnë që Shqipëria të çlirohet. Shqipëria është e pushtuar, duhet çlirohet. Nëse Shqipëria çlirohet, do të jetë çlirim për Kosovën, do të jetë çlirim për marrëdhëniet me Kosovën, pra, të jetë çlirim për marrëdhëniet me komunitetin Nigjerit, Malsin, Sanxhak, në Çamëri, tokat arvanitase, në Preshevë, gjithandej. Po nuk ka një bazë, nuk ka si të jenë këto. Dhe që kjo bazë të jetë, duhen që këta shqiptarë të jenë kooperativ.
për shqirimin e Shqipërisë, se në fund të ditës nuk po i kërkojmë një kërkesë politike, por po i themi, zonja dhe zotrinj, sa vjet duhet rinj person në pushtet për të kalbur situata. Më thoni. Pa kjo ka ndodhur, ore edhe unë po t'isha. Edhe të më vësh 16 kryeministër, njësoj do bëja edhe unë. Çdo njeri. Sepse kjo është qenia njerëzore, po duhet kuptojmë veten tonë. Dhe pa nuk po i kërkojmë ata që të bëhen të majtë ose të djathtë. Po i kërkojmë që ai vend funksionojë. Nëse ai vend funksionon ndihma për diasporën, funksionon ndihma për trevat, funksionon gjuha, mbrojtja e kulturës, dhe pas funksionojnë edhe çështjet e bërshme të Shqipërisë, të cilat janë jashtë interesit të këtyre personave që janë në trevat e krasaj. Por ama, që këto trevat jenë mirë, duhet të jetë mirë Shqipëria. E shoh pamundur që çamëria, Ilirida, Malësia të jenë mirë, po nuk ka një Shqipëri të mirë, se fund ditës kush do u ambroj interesat atyre. Po. Në vazhdim në vazhdim të mesazhit, unë do ta përplotësoj domethënë më pëlqeu ajo që ideja jote ose mesazhi që Shqipëria duhet çlirohet. Unë e kuptoj në çlirimin nga e keqja, nga korrupsioni, nga krimi. Kjo është një gjë se Shqipëria e realizon këtë çlirim, ajo do të ishte hapi i parë drejt progresit, por shqiptarët në Shqipëri nuk mund ta çlirojnë Shqipërinë. Shpresa se çlirimi i Shqipërisë gjithmonë ka ardhur nga diaspora. Gjithmonë. Edhe çlirimi kombëtar, por edhe i Kosovës. Po, i Kosovës, jo vetëm çlirimi i tokave ose nga pushtuesit, por nga vetja jonë. Domethënë, sepse diaspora përmban një edukim tjetër, një kulturë tjetër demokratike, një standard tjetër që nëse realizohet që kjo kulturë, ky potencial i diasporës investohet në Shqipëri, Shqipëria do të shkojë drejt faqes bardhë, si thon. Prandaj unë e shoh mesazhi jam të diaspora që të ketë një unifikim diasporës që të ndikojnë fuqishëm në Shqipërinë, Kosovë. Domethënë, jo vetëm në rujtjen i kena dy shtete, por nuk është vetëm rujtja e dy shteteve, qëllimi është çlirimi nga e keqja e shqiptarëve, por edhe bashkimi kombëtar. Nëse ka bashkim të diasporës, po ja them do të ketë bashkim kombëtar. Mos e pritni as çlirimin e Shqipërisë, as bashkimin kombëtar nga shtetet që kena në Shqipërinë, Kosovë. Ajo nuk do të vinë kurrë, mendimi im. Vetëm diaspora. Do të marrin përgjegjësitë tona. Shqipëria, kombi shqiptar, i parë në botë, ka diasporën më të madhe në botë nga popullsia. Në raport, po. Në raport me popullsinë. Pra është një fuqi, një potencial, si kurse thamë fillim jashtëzakonshëm që duhet të shfrytëzohet. Por që duhet dikush duhet të bëhet iluminist për këtë, duhet të drejtojë këtë fuqi dhe këtë potencial të madh diasporës drejt kësaj. Është e vërtet, sepse duhet të luftojmë pak me atë gjumin që na ka kapur. Është e pash edhe në zgjedhje të diasporës, 199.000 vota, pra kur ty të vjen zarfi në shtëpi dhe ti nuk voton, kjo më mbet shpresë. Nuk të pëlqen asnjë parti, po jepja partisë së pllakave, jepja një partie me 3 vota. Vetëm decentralizo vendin. Pra, a kemi marrë era amerikane? Kemi marrë frymën e demokracisë, kemi marrë checks and balances, kemi mësuar këtu ku kemi ardhur. Tjetër gjë, po një X erdhi. Por nuk e them këtë për të humbur shpresën. E them që të shohemi dhe të reagojmë. Dhe unë kam besim. Pse? Se është e vështirë të kesh besim është. Po është më e vështirë të dorëzohesh. Besoj se është më e vështirë të dorëzohesh sa të kesh besim. Është e vërtetë. Është shumë e vërtetë, sidomos ne shqiptarët e kena këtë maninë që të mos dorëzohna dhe shpresoj që mos të heqim dorë nga vullneti ynë për të ndihmuar njëri tjetrin këtu në integrim, por edhe me ndihmë kombin shqiptar kudo që ndodhet, sidomos në trojet në Shqipëri dhe Kosovë. Të falenderoj shumë për fjalët me kuptim që tham sot, të falenderoj shumë për dhe bisedën konstruktive që bëm, mbase ndryshme edhe nga disa biseda të tjera që bëhen, të falenderoj shumë për iniciativën që merr vetë si person, dhe pastaj të falenderoj edhe për shoqatën, për punën që bëni dhe që vazhdoni punoni, edhe pse ndonjëherë është e vështirë, prap nuk jeni ndalur, prap jeni këtu sot, përfaqësoni një grup personash me dinjitet dhe me krenari. Të falenderoj që e cekëm edhe pjesën e Shqipërisë, sepse u treguam të cekësh situatën në Shqipëri, tregon realizëm, pa t'jesh realist, dhe tregon një mendje
e cila e njeh realitetin, e njeh sa i vështirë është dhe prap çohet dhe lufton, pra tregon vetdije. Këtë vetdije shpresojmë që ta marrin dhe ata që na ndjekin, qoftë pjesë të shoqatave, qoftë pjesë të informacioneve, qoftë pjesë të grupeve të feve apo të politikave apo të ideve nga më të ndryshmet, qoftë njerëz pavarur, të cilët nga këta po shpresojmë dhe më shumë nga kjo pjesë gri e komunitetit që duhet dëgjuar, duhet luftoj, se në fund ditës nuk po lufton për ne, po lufton për veten e tyre, po lufton për të ardhmen e fëmijëve të tyre, kudo që ndodhet, pavarësisht se mbase mund të duket sikur kanë ardhur në Amerikë, kanë ikur në Zvicër, kanë ikur në Gjermani, në Francë, në Angli, në Kanada, etj, u duket sikur janë mirë, por nuk funksionon ashtu, sepse populli duhet të jenë të bashkuar, duhen mbrojtur interesat. Historia e ka treguar gjithmonë që mbrojtja e interesave kombëtare dhe konsolidimi kombëtar ka mbrojtur interesat e këtyre qytetarëve në rrjetat historike. Pra, një njerëz që nuk ka nevojë të ketë një njohuri historike sa një historian, por të di pak gjëra, e kupton vlerën se sa vlerë, pra, e kupton se sa produkt ka ai bashkim mes nesh. Qoftë bashkimi kombëtar, por qoftë ai bashkimi që lind nga komuniteti ynë këtu. Ne këtu jemi nga origjina ndryshme, jemi nga përardhje ndryshme, dikush është nga Çamaria, dikush nga Ilirida, dikush nga Shqipëria, dikush nga Malësia, nga Dardania, dikush është nga Sanxhaku, dikush është nga Ilirida, dhe ne jemi bashkë. Pra këtu lind bashkimi i shqiptarëve. Dhe më pas ky bashkim shkon dhe më gjerë. Falenderoj që ishe me mua në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi. Për këto kohë që shpenzuam bashkë, shpresoj që të reflektojnë ata që na dëgjojnë dhe që mbase janë pak përgjumësh, të zgjohen, sepse ëndrat nuk bëhen realitet duke fjetur, bëhen realitet duke u zgjuar dhe duke punuar për to. Dhe thirrja është vetëm për sa të pak diplomaci mes grupeve tona të komunitetit, sepse në fund është për të mirën tonë dhe Shqipërinë e kemi bashkë. Dhe këtë nuk e mohon ndonjëri. Kështu e ka vendosur ai lart dhe kështu do ta mbajmë edhe ne. Të falenderoj që ishte me mua këtu. Na ndiqni të shtunën që vjen në emisionin Qëndrim nga unë Tedi Mene në ACTV USA. Ju uroj mbrëmjen e mirë.